Kemi ftuar sot avokaten Klaudia Reka për të folur për këtë temë juridike dhe financiare gjithashtu. Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, sikurse tham, janë forma më e këndshme e të bërit biznes. Krijohet ky konfuzioni kryesisht nëpër banka, nga praktika që kërkojnë akt themelimi dhe statut për shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar apo SHA. Çfarë mund të themi për këtë rast? Ndërkohë që SHPK-ja është forma më e përzgjedhur, duke qenë se shumica vendosin të bëjnë biznes me më shumë se një individ dhe vendosin të zgjedhin SHPK-n si forma më e përshtatshme, duke qenë se kapitali fillestar është 100 lekë. Secila prej shoqërive tregtare ka të drejtë që në një fushë veprimtarie apo në një NIP të ketë disa fusha veprimtarie që i ushtron si aktivitet ekonomik. Shpesh bizneset gabojnë në momentin që nuk i regjistrojnë ose i neglizhojnë regjistrimin e këtyre ndryshimeve, duke u përballur më pas edhe me pasoja ligjore. Gjoba, pamundësi për të bërë ndryshime dhe kontrata të reja, duke qenë se ndryshohen kushtet dhe rrethanat, apo raste të tjera në të cilat pengohen edhe transaksionet. Nuk do të thotë kjo se automatikisht nga kjo ka të regjistruar dhe markën. Pra ky është një proces që ata duhet ta bëjnë. Dhe del në treg një biznes i ri, i cili duke përfituar nga ky emër i pa regjistruar i biznesit,